nis punimet Forumi i Investimeve Bashkimi Evropian Ballkani Perëndimor. Ky forum, i cili po mbahet në Tiranë, ka bërë bashkë liderët e Bashkimit Evropian dhe ato të vendeve të Ballkanit Perëndimor. I mbështetur nga Komisioni Evropian, ky forum synon të forcojë bashkëpunimin ekonomik dhe mundësitë e investimit midis vendeve të Ballkanit Perëndimor, si Shqipëria, Bosnia dhe Hercegovina, Kosova, Malizi, Maqedonia e Veriut dhe Serbia, si dhe shteteve anëtare të Bashkimit Evropian. Në hapje të punimeve, kryeministri Edi Rama tha se Ballkani Perëndimor nuk është borri i pasëm i Europës, por një horizont i ri, i cili duhet të merret në konsiderat serioze nga familja e madhe europiane. Gjithashtu, të fanoroj për antarësimin e Shqipërisë në SEPA, e cila akt që përbën një lehtësim të madh për qytetarët shqiptar dhe të gjitha ato mikrotransakcione që ata kanë me të afërmit e tyre në Europë dhe në botë. Por, ky është një rast gjithashtu për deklaruar publikisht se Partia Demokratike e Shqipërisë, forca politike që ka antarësuar Shqipërinë në Këshillin e Europës, në NATO dhe që ka firmosur marrëveshje stabilizim asociimit, liberalizimin e vizave dhe që meritoi rekomandimin e Komisionit Evropian për hapjen e negociatave, por që e pengoi me qëllim të keq Edi Rama, mbështet fuqishëm dhe do mbështes pas një rezervë integrimin e plot të Shqipërisë në BE si të ardhmen më të shkëlqyer për Shqipërinë dhe shqiptarët. Por Partia Demokratike thekson se vetëm një proces integrimi i bazuar në meritën, funksionimin e shtetit ligjor, zgjedhjet e lira dhe ekonominë e tregut të lirë është interesi më i mirë i shqiptarëve. Në këtë kuadër, theksojmë se për Partinë Demokratike, Shqipëria aktualisht përveç kriterit gjeostrategjik dhe politikës së jashtme, nuk plotëson asnjë kriter tjetër për integrimin e saj në Bashkimin Evropian. Në qoftë se i referohemi popullit shqiptar, shtoj këtu se në këto vite shqiptarët kanë ikur nga vendi i tyre më shumë se në çdo kohë lufte, fatkeqësisht natyrore apo shkaqesh të tjera, gjatë qeverisjes Edi Ramës u larguan nga Shqipëria vetëm në hapësirën europiane 1.099.000 qytetarë të këtij vendi. E pranishme në forumin e parë të investimeve Bashkimi Evropian Ballkani Perëndimor, presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen apeloi sipërmarrësit të investojnë në Ballkanin Perëndimor. Kosova dha një leksion të madh për Tiranën, për Beogradin dhe për të gjitha autokracitë e rajonit. Zhvilloi zgjedhje të lira të drejta, dinjitoze. Kosova ndonë se me një qeveri kujdestare, por zhvilloi një proces zgjedhor në zgjedhje vendore që nderoi qytetarët e vet, vlerat, lirin e qytetarëve të vet, votën dhe të ardhmen e Kosovës. Unë shfrytëzoj këtë rast për të uruar përzemërsisht qytetarët e Kosovës, të shfrytëzoj forcat politike, të zgjedhurit, kandidatët që garuan, të zgjedhurit, për këtë fest të demokracisë, këtë festival të votës lirë që zhvilluan dje në të gjitha komunat dhe bashkitë e atij vendi.